Kisha e Shën Kollit në Krutjen e Sipërme, një nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare të zonës, po shkon drejt degradimit të plot. Gjendja e saj e rënduar ka ngritur shqetësimin e banorëve dhe përfaqësuesve të komunitetit, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për shpëtimin e këtij monumenti me vlera të veçanta historike. Sipas kryetarit të fshatit dhe banorëve të zonës, kushtet në të cilat ndodhet aktualisht kisha janë tepër të vështira dhe të papërshtatshme për zhvillimin e meshave dhe shërbesave fetare. Ata kanë deklaruar për televizionin Apollon se objekti ka nevojë urgjente për restaurim, pasi dëmtimet e shumta rrezikojnë jo vetëm funksionimin e tij, por edhe ruajtjen e vlerave historike që mbart. Megjithatë, besimtarët vazhdojnë të frekuentojnë kishën çdo javë për ceremonitë dhe ritualet fetare. Unë jam rritur këtuja, edhe preferohet nga shumë dhe jam nga emigrantët dhe ne vetë këtuja, dhe duhet vendor, duhet një restaurim total. Nuk e di pse ka ngelur, po uroj më të mirën. Keni shpresë se do restaurohet? Shpresën e janë dha, nuk e di, qofse fondi këtyre kishave si nuk e di ta them atë. Shpresojnë bëhet sa më pak. Është Instituti i Monumenteve. Ai që financon realisht, por a është kjo kishë një nga ato që ruan identitetin tuaj apo ka? Po, ka qenë prej, pastaj kjo ruhesh ka qenë prej kohësh kështu, si do them unë, ruhesh nga shteti, ka qenë rrugë, ka qenë funksionale. Kisha është i reziston kohës dhe është kishë e vitit 1814 nësa duhet, po ajo ka kohë, është bërë një restaurim i pjesshëm, po është domosdoshmëri restaurimi e saj. Kanë ardhur grupe të ndryshme, arkitekt, edhe nga Tirana ka qenë, me ndërhyrjen të kutetëve, nuk është bërë në gjë. Ka ardhur edhe para ca ditësh, ishte një pjesë, ishin 2 vajza dhe një djalë, inxhiniera projektus, edhe thanë që do bëhet. Po është domosdoshmëri sepse neve jemi popull që besimtar, edhe jemi gati të njëjtit fe. Krutja e Sipërme janë të gjithë ortodoks. Ne ndërtuam një kishë para të kohës, kishën e re të Shëndillit, po kjo do restauruar sepse ka qenë objekt kulti që mbrohesh nga shteti. Ka status i monumentit kulturës. Po, është monument kulture mbrohesh nga shteti. Kjo kishë i ka rezistuar edhe sistemit komunist. Po, i ka rezistuar sistemi komunist. Është e vërtet kjo, sepse besimtarët, me sa duket, duke qenë një popull i krishterë, e mbrojti. Edhe atje ka histori të veçantë, ka pas janë edhe shkolla e parë që është hapur në Krutjen e Sipërme, është hapur, po tek vendi i kishës, përbri kishës, ka qenë shkolla me një dhomë veçantë. Pastaj erdhi shkolla që u bë. Pra për shkak të vlerave që mbarte nuk u pris. Po, për shkak të vlerave që kishte. Tash për kishën e Shën Kollit këtu, djegjen ata inxhinier do restaurohet sa më shpejt thanë ata. Do ta bëjmë se kemi qenë sa herë dhe nuk kemi bërë gjë. Sipas asaj që po shohim ne që kjo është e rënuar, ka vajtur në fund dhe do ta bëjmë të re edhe një herë. Çfarë mendojnë ata të restaurojnë? O qatin, që do të vëmë tjengua të reja, tavanet që janë prishur nga kalipsira që ka rrjedhë ujë, që janë thyrëtrarët, edhe sëri parime brenda edhe jashtë, në suvatim, Po freskët, pikturat murale? Jo, pikturat nuk do luhen, vetëm ato do ruhen, nuk do prishen. Tashi, neve presim që të riparohet sa më shpejt, se kjo kishë është kishë muze, ka ngelur se gjithë kishat në atë kohë prishën, vetëm kjo nuk... I rezistoj kohës komunizmit. Nuk u prish. Edhe themi ta bëjmë në njësë që... Nga ana tjetër, kujdestari i kishës së Shën Kollit është shprehur se janë dhënë premtime për nisjen e investimeve nga Ministria e Kulturës, e cila sipas tij ka miratuar projektin e restaurimit.
Ai theksoi se specialistë e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore kanë vizituar disa herë objektin për të kryer matjet dhe vlerësimet teknike, procedura që do t'i hapin rrugë zbatimit të projektit të rikonstruksionit. Ndërkohë, prifti i kishës At Ilia ka vlerësuar rëndësinë historike dhe kulturore të këtij objekti. Sipas tij, kisha e Shënkollit është ndërtuar rreth vitit 1450 dhe është rindërtuar në vitin 1800. Ajo quhet për afresket dhe pikturat murale të realizuara gjatë dekadës së parë të shekullit të 19 në periudhën 1801-1811. Për shkak të këtyre vlerave të rralla artistike dhe historike, kisha gëzon statusin e monumentit të kulturës të kategorisë së parë dhe konsiderohet një prej thesareve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare. At Ilia bëri të ditur se Ministria e Kulturës ka konfirmuar kryerjen e inspektimeve teknike nga specialistët përkatës dhe se ndërhyrja restauruese pritet të nisë sapo të miratohet fondi financiar i nevojshëm. Sipas tij, restaurimi i kishës së Shënkollit është një domosdoshmëri jo vetëm për ruajtjen e një objekti kulti me rëndësi të veçantë, por edhe për mbrojtjen e identitetit historik, kulturor dhe shpirtëror të gjithë zonës.